Sheshët e Prishtinës ishin të pasakta. Pati reagime nga gjitha partitë dhe nga vetë institucionet e shtetit që duhet bëhet diçka dhe për t'i larguar. Pati edhe protesta nga aktivistët dhe sigurisht një gjë e tillë solli deri me një reflektim edhe nga organizatat që mbështetën këtë ekspozitë, të cilat pra kërkuan falje menjëherë. Përveç kësaj teme do të flasim më gjerësisht edhe për një afat kushtetues, i cili mund të themi që ka nisur numërimin mbrapsht. Janë 34 ditë që gjykata kushtetuese i dha kuvendit për të zgjedhur presidentin e radhës apo presidenten. Ajo çfarë kemi parë është që nuk kemi një emër nga opozita, një emër unifikues, i cili pra do të paraqitet, por as nga vetë partitë politike. Ka pasur propozimet që janë dhënë nga vetë vendosje për president, por që nuk janë miratuar nga opozita. Çka do të ndodhë dhe sigurisht nëse mund të ketë apo jo deklarime, nëse mund të ketë ndonjë emër të propozuar, kuvendi duket se nuk po i ngutet fare për këtë temë dhe nuk ka thirrur ndonjë seancë derisa data e fundit, pra kur mund të zgjedhet dhe kur përfundon ky afat kushtetues, është 28 prilli. Çka do të ndodhë pas 28 prillit? Vendi do të shkojë në zgjedhje, pra nëse nuk do të ketë marrëveshje për president, për një emër, i duhet pra që presidenti i ardhshëm të zgjidhet brenda këtij afati kushtetues. Për gjitha këto, pra duke nisur nga ekspozita e pastaj edhe tek presidenti, do të flasim me Visardilin dhe Frashër Osekun, të cilët i kam tashmë në një linjë të drejtë për drejtë. Visar, Frashër, mirëmëngjes dhe faleminderit shumë që jeni me ne. Mirëmëngjes. Visar, po du me nis me ty, me qënë se ke qenë edhe kështu të pjesë e kundërshtimit të ekspozitës që pati në kryeqytet për masakrat, për mes disa aktiviteteve, si e pe realisht edhe reagimet pasaj, se nuk ishin të pakta reagimet që erdhen për këtë ekspozitë? Është shumë mirë që definitivisht vetdia qytetare në Kosovë po vazhdon e po rritet çdo ditë. Në sa i përket temave të cilat mund të themi janë pak më të ndihshme dhe sociale. Ekspozeja të cilën e paraqiti Shkelzen Gashi jo vetëm që kishte gabime trashanike, por ishte sipas tij e referu edhe themi Natasha Kandiqit, sado që Natasha Kandiq në raport me shqiptarët nuk ka qenë ndonjëherë aq negative, po në fund të ditës ajo vjen nga një pjesë e cila nuk na njeh neve si shtet, nuk e njeh gjenocidin serb në Kosovë dhe patjetër që ato referenca ne nuk mund t'i pranojmë. Duke parë ato lloj gabimesh së bashku me Astrid Gjocajn, një aktivist tjetër, ndërmorëm një aksion simbolik në sheshin e Prishtinës, duke i dëshmu edhe Shkelzen Gashit, po edhe të tjerëve që faktet ekzistojnë, janë të gjitha ato varreza, të gjitha ato memoriale, të gjitha ato përkujtimore të dëshmorëve, martirëve, gjithandej Kosovës, dhe nuk kemi nevojë të referohemi themi librave ose të dhënave të pasakta të cilat qarkullojnë në për rajon botë gjithandej. Prandaj unë jam idhtar dhe jam themi pro ekspozeve, por vetëm që të jenë realisht ato të cilat patjetër e paraqesin atë se çfarë ka ndodhur në të vërtetë në Republikën e Kosovës para luftës, gjatë luftës dhe themi vitet e para të pas luftës. Pse e them këtë, sepse mos harrojmë që vitet e para të pas luftës, pas çlirimit, ne kishim mira familje shqiptare të cilat u debuan nga Mitrovica e Veriut dhe askush nuk flet për të. Por këto janë pastaj temat e tjera të cilat dëshirojnë kohën e vet dhe patjetër që ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm në raport me këtë pjesë. Çka është tjetër më rëndësishme është që në Kosovë unë jam tashmë një kritik shumë i madh dhe të edin aty ku duhet kritika unë e jap dhe aty ku duhet lavdata unë e jap. Unë mbaj mend prej kohës më herët
kur një ish komandant i ushtrisë çlirimtare të Kosovës më thënë që politikës së vjetër ose partive të vjetra politike kemi mja po sherrin tek pas 20-25 viteve. Edhe ajo pjesë është duke ardhur, sepse ne jemi duke pa që familje të cilat kanë qenë pjesë e udhbes, fëmijë, nipa, mesat e tyne janë të rahatuar nëpër institucionet e Kosovës dhe kjo pastaj po përbën një situatë shumë të madhe. Tu ta ngri një paralelizëm shumë të thjeshtë, pastaj mund t'japësh fjalën Frashërit që mos të tingëllon si monolog. Ne kemi Esad Shalën, një djalë i cili ka qindra mija orë video ingjizime të masakrave dhe krimeve të luftës në Kosovë. Asnjëherë nga asnjë qeveri, qoftë ato të kaluarat apo të sotmet, nuk ka marrë mbështetje financiare për publikimin e atyre videove ose themi edhe ndonjë ekspozeje apo ekspozite mbi ato publikime. Del lloji i Shkelzen Gashit e disa të tjerë, të cilët absolut nuk kanë dhënë zero kontribut për Kosovën, qoftë para luftës, gjatë luftës edhe mas luftës, dhe marrin investohet në ekspozitat e tyre, edhe plus që është maketja shteti, nuk i kontrollon ato, po vetëm i lëshon mjetet për ato, kjo është vetë definitivisht për të keq. Unë nuk du të kaloj në aspekt politik, sepse kjo nuk du të kaloj në aspekt politik, as pak dhe jam shumë kundër dhe ju bëj thirrje të gjithë aty në akterëve politik, të cilët kanë tentu të mbeshin ngjyra partijake kësaj situate, duhet të distancohen nga ajo, sepse as nuk ka faj lëvizjeve të vendosë këtu, po as nuk kanë faj partitë të tjera politike. Realisht e përmende Visar dhe Esatin e që qëndëran, sepse ne kemi zhvilluar dhe intervistat të ndryshme me Esad Shalën dhe ka mira orë, rreth 18.000 orë gjirime të masakrave. Frashër, një mendim prej teje lidhur me ekspozitën që ishte pranë në kryeqytet. Shika, jemi ky popull që mas 20 sa viteve nuk e dim sa veterani kemi, se nuk kemi të shkrume. Nuk i mojmë na vetë këto. Jemi ky popull që nuk i dim sa ka dram. Jemi ky popull që e dim kemi 20.000 gradë dënuara, vetëm 12.000 janë të mshefra me pseudonime shkruane, që vetëm 2 kanë pas shumë, që unë i që heroina, që kanë pas guxim me dalë me emër. Sepse jemi popull që linqojmë, ofendojmë, vetë nuk shkruajmë, vetë nuk majmë, edhe në ndërkombëtarisht, në botë, që u shme prezentu diçka, du shme pas dokumente. Nuk kemi, nuk dojmë me majtë, sepse jemi të dhonë mes partive politike. Për shembull, në dëgjova Overleja që do të thotë protesta. Ora vetë Overleja nuk ka ide ka në ka. Vetë Overleja ka dalë masë disa herë, për shembull kur ka zonë një shqiptar, një ish veteran që duhet që nuk ishte veteran i qykës në Serbi, po na kemi di që su kontra veteran, po që na e kemi mshël syt. Pra, kur ti nuk bën kur që heq. Nuk mundesh me lënë fajin dikujt tjetër që ka bëu diçka, Blistoka ka bëu diçka që nas as kemi nis që 20 të vite. Jemi ky popull që kemi lënë para të Kosovës 2003 me skop shkabim, që mi herë për krime lufte, jemi ky popull që nuk kemi jap lek, mas po folim për moralizëm. Nuk kemi jap lek për gradë dhënuar, pra. Ç'kemi jemi na? Tash më shesin disa pseudo patriotë kishe për të me dalë, jo për mbyllën plakata, jo kjo Natasha Kandiq. Vetëm Natasha Kandiq që ka bëu diçka për Kosovë, do të mos për Gjakova, më sukon Natasha Kandiq që i shkallë Gjakova. Këta e dim që tani kanë jap çmimin Natasha Kandiq. Unë tham rregull, a ka bëu gabim? Okej. Çka kemi na me prezentu? Si që ishtë bu, folim të ka çka kemi na me prezentu? Çka kemi bu na deri tani? Frashër, nuk po e shesit rrugës protestën, pra që është thirrur sot nga ora 13? Absolutisht. Shiko, për folim edhe herë, për Overleja, e nisë për folim për Overlejen, të Po bëhet fjalë për qytetarët e kjo fundet. Biznes për steshat ushtarëve të qykës. Ka bu biznes, kjo biznes kanë bu.
Që Oveleja, kemi pas ish komandant që përkur për një përmendore të cilën shkruan u ranga u QK-ja. A kemi dëgjuar herë Oveleja të protestuar jo? Kemi ka bu që Oveleja, kemi dëgjuar herë që dalë protesta, më thonë, që shme me nal grupin për helimtimet, krimeve që janë bu Kosovë, e ka nal parlamenti Kosovës. A kemi dëgjuar ndonjëherë Oveleja, jo në dashur, që thotë, hoj, kjo është gabim. Na duhet me volumtu për krimet luftës. Edhe në Afrikën e Jugut, edhe në Gjermania, në paguan dëme për krimet luftës që ka bo. Kurse na ishim qaj vendi, që thëmë, për na përshkujmë poshtë, ka dhe shka u bo, jo bu krime për lumë të poshtë. Pra, a kem dëgju në dhe Oveleja të bërtit për këtë punë. A kem dëgju Ovelen të bërtit për gradë dhënuar që nuk jepën lekt, që në parlament në ndalu. A kem dëgju në dhe Jo, pra. Ende kemi që kemi lexuar për librin për gratë të dënuara, e kemi me pseudonime, skuqzohen burrët vetë mi kanë duçi dhënu. Hajde folim për çto pra. Po, Visar, hajde ta vazhdojmë tash që Albin nëpërmes diçka tjetër, kjo është pur politike edhe bullizëm që bën në Kosovë. Frosher, një minutë. Po thuat që protesta e OVL, se paralajmëruar sot me orën 13 është politike, nuk ka të bëjë me politikë këtu, Frosher. Realisht është tirur për shqiptarë. Absolutisht politike. Tash kemi pas trashi ish komandanti jonë i cili përkur përpara ku thotë këto fëmijë serb janë vrarë prej UÇK-s. Apo më ka thënë ti mua se herë ka dalë Oveleja ka kundërshtuar çta? A fol korrekt? Po. Shiko, Froshri ka plotësisht të drejtë në komplet këto teza të cilat i ngriti, duke fillu prej inicialeve librit të dhënuarve. Ne ende si shoqëni, edhe pse një farforme ose mendojmë që kemi bë progres shumë të madh, nuk e kemi atë progres, sepse nuk jemi në gjendje ende t'i pranojmë ashtu siç janë gratë ose edhe burrat e dhunum. Një burrë dalë pra, më faqe me dy, një. A di çfarë bullizmi, që ka bëjë tash do të më përmend emrin, për shembull Vasfia, deri në Frafi me një për shembull një politikan që ka të drejtën e vet. Bullizëm total. Deri një për shembull vetëndosës, bullizëm total ka, shikojeni në komentet, bullizëm total. Një më të vrasht, një grup dënuar, e ke dasht, e ke bo. Që kjo jemi që kjo shtet? Kallëzëm kush merr përgjegjësinë ndaj kësaj? Kallëzëm kush ka marrë? është plotësisht e vërtetë. Do të thonë unë thash jam 100% dakord me këtë që po e thet Froshri, sepse ende nuk kemi arrit mu zhvesh nga ajo pjesa patriarkale si shoqëni dhe ende nuk kemi në gjendje të pranojmë këto themi prej dhunimeve deri të ndoshta ajo hipoteza e fundit që ngriti Froshri. Çka po du me thonë është që nuk ka qenë fare nevojshme dhe udhës që sot OVL të dalin me një protest, sepse kjo nuk i ka prek drejt për drejt OVL-ën, e ka prek komplet qytetarët dhe qytetarët... Po edhe të edhe unë e dim vëlla që OVL-ja është komplet patrice partive politike që të PDK. Pa tjetër, edhe automatikisht me dalin në protest të OVL-s po ngritën hipoteza pastaj edhe politike, edhe unë këto për ju përsëris edhe këtë që e kom thonë 100.000 herë, nuk mundeni me rëzu Albin Kurtin të e prejk në temat ku Albin Kurti vetë është i fuqishëm. Pra, sa i përket temës UÇK-s, kombit, etnis, e tjerë, Albin Kurti është shumë i fuqishëm se sa partit e tjera të cilat janë krah i luftës dhe janë të dalur nga lufta. Edhe në këtë situatë, unë po besoj që OVL-ja shumë mirë do të ishte të merrte ndonjë aksion simbolik të thjesht, se sa të tentonte të therte protestat. Ata mund të na bashkoheshin neve të shtunën në aksionin që e kishim, por nuk ishin të interesuar të bashkoheshin në atë aksion, edhe pse ne bënëm thirrje publike, që të gjithë ata të cilët kanë interes të vinë dhe të jenë pjesë. Me dashnë OVL-ja, e kemi pas një shpion që ka qenë, ka punundu, që ka rrejt shqiptarët me atë librin e Kushtetutës të Republikës, atë Kushtetutës Kosovës, e ka rrejt burgosin që ka lidhë në për radiator. Gjalli ti në botë ushtarës i pjesë, sepse ka qenë këtë parti politike, ju i dini qëta, ta në i dim qëta në Kosovë. Pra, më thonë mua OVL-ja, që koka që organizat për veterinarën luftës, që kemi pas dhe
Deri në kohën atëherë ku kon thotë që kemi pas gjatë të sa veteran që mua lista kanë bëu vetë vrasje për shkak gjendjes ekonomike. Gjatë ka hesht, kallëcëm kur UVL-ja u marr me traumat mas luftës, ose ka bëu diçka tjetër, për veteran, për vetë se ka pas pur politike ka pas. Është tamam pateri e partive politike. Kjo pjesë, do me thënë, unë nuk mund ta kundërshtoj këtë pjesë, sepse OVL-ja si organizat as nuk është marrë me identifikimin, as nuk është marrë me trajtimin, as me zgjedhjen e halleve dhe problemeve të veteranëve. Muar kemi ditë, po që pëndu ide. A du në rasti shqiptare që u kap në Serbi, dul OVL-ja që kishte ditë, dul këtë OVL që kemi ditë që s'u kon veteran. Pra edhe heshtin, sepse është pur politike, zarma. Na mujme në gjitë arma, mujme mi zbut këtë ratë. Po OVL-ja s'ka kur gjo me veterant u që kësë në vërtet. Këta janë pur politike. Është pateritë për të kësë akës. Po Frosher, sa i përket, Frosher dhe Visar, realisht, sa i përket kësaj proteste, realisht nuk kemi parë që ka pasur reagime, gjithë kanë qenë të një zëri, pra që nuk është ekspozit e duhur dhe ka informacionet jo duhura, jo të sakta. Po na në rregull, na po ti marr informatat, se na deri tani kemi konkret, ma ato që kemi, kanë lloj informata. Kemi edhe të rastet dëshmorëve, bre, vënohen emra. Ka për rastin që unë e di për Koshare. 2 herë janë vënë emrat në Koshare, edhe në hek, se ka pas, jo ky nuk u kon invalid, jo ky nuk u kon ushtar, jo po ky ka qenë, jo ky nuk u vra. Nuk kemi ende na vetë. Kam e marrë informatat, që me dëni më konë 100% sigurta, ko? Që s'kemi? Vetëm Koshare 2 herë janë hek, emrat e veteranëve, emrat e invalidëve, emrat e dëshmorëve. Emrat e dëshmorëve janë të vendosur dhe janë të shkruar. Ekzistojnë listat e dëshmorëve. Tamam. Jo, e kemi, po do është bezdi që kujtë komuniste, që shkuja fshin emrat, thënë se kjo nuk u kora dëshmor. E kemi rastin që kanë bëu protestat. Atë kujtohet. Atë kujtohet rastin një vëlla, kjo nuk është e vërtet. Çatu që thuti nuk është e vërtet. E kemi me një përmendor, po të bëu emrat, shkon në familjar që hekin emrat. Frosher, ta dëgjojmë Visarin, lutem, sepse kur po folni dytë për një herë nuk dëgjohet asgjë transmetim. Visar. Unë pajtoj 100% me Frosherin për këtë që është duke thonë se ka pas tentim selektiv sa i përket emrave edhe të dëshmorëve. Edhe këto mund të ndaj edhe një pjesë të historisë së familjes time, sepse ne kemi kalu mbi këtë situatë vetë, ku agja em dëshmor për vitet e tona nuk është njoft si dëshmor nga organizatat e dalur nga lufta. Apo më dëgjoni, Arta? Po, Visar, po dëgjojmë. Më ka ngri... Se pamja është bloku, po besoj... Dhe mu e pashtë ngrinë. Pamja është bloku, po dëgjojmë, Visar. Në rregull, edhe ne si familje kemi vujt vetë këtë pjesë, do me thonë, duke marrë parasysh që për dikum 4 deri në 5 vitet e para të pas luftës, agja jon, i cili tashmë edhe rrethi edhe të gjithë e kanë ditë që është vëra në prit nga ushtria barbare, ka qenë dëshmor dhe është dëshmor, nuk është njoft për vitet e tona, derisa ne si familje jemi detyruar të marrim pak masa më shtrënguese në raport me ata individ të cilët nuk e kanë njoft agjen tim si dëshmor. Prandaj du t'i jap të drejtë Frosherit në këtë pjesë që ka pas tentim selektimi të emrave edhe të dëshmorët. Lere ma për shembull që nuk e kanë njoft për një periudhë gjatë si dëshmor, po as që kanë tentu në përmendoren e tina të investojnë. Ne komplet gjithçka që kemi investu me mjete financiare vetanake si familje. Pra nuk kemi marrë asnjëherë mbështetjen sa i përket kësaj pjese. Prandaj OVL-ja duhet të dalë nga petku të cilin e mban tash e 20-25 vite pas luftës dhe të kaloj definitivisht në një organizatë të mirëfillt e cila nuk ka përkrahje dhe anim politik për parti politike dhe duhet të merret definitivisht konkret me
emrat dhe listat qoftë të veteranëve, invalidëve, dëshmorëve, po edhe shërbysëve, sepse nuk mund ta krahasojmë një shërbys i cili në një formë ose tjetrën ka ndihmu UÇK-n me një veteran që ka qenë në vijën e parë të frontit. E para ti po bën padrejtësi në raport me atë i cilin ndoshta ka rreziku jetën e tij, nuk po them që ndoshta ky shërbyesi nuk e ka rreziku, po e ka pas. O vllai, çka forma e ditë e ka pas Kroacia, e ka pas Bosnia. Qysh u kom forma kanë ditë, ta na kanë bojt vetë qëllimisht, vetë që ta ka bojt qëllimisht me pas konvencion, me hap mundësinë që... Normal është rrashër se kanë punësu fëmijë të udbashve e udosh t'i qysh këta i veteranët e shkret me ja umshil gojet. E kam një shoktimin që ka qenë në 2 lufta, e kam një shoktimin që ka në 2 lufta, të shumori, 15 vjeçar ku plagosi, në duel. Nuk është invalid, 15 vjeçar ka qenë edhe një lirit. Problemi është sepse këto kanë bo për shkak partive politike, o vëlea u marrë ma tepër me çështën e partive politike, që më kom patritë të tëve, vanë që më marrë me çështën e veteranëve. Ka zëma sa herë, o vëlea u shku ka në mu, ka folë me njerëz që kanë trauma PTZ-s që duhet mas luftës. Sa? Këto e tham më herët, dhe më thonë, kjo nuk ka ekzistuar dhe nuk ekziston, pra nuk... Edhe këta shumë prej tynëve kanë nevoja të trajtimit pas, do më thëmë, psiqik, pas traumatik, edhe ne i shohim për shembull tash agresivitetin që shumë prej këtyne njerëzve e kanë në çdo ditë në rrugët e qytetit. Për shembull, dhe duke i marrë parasysh këto, asnjëherë nuk kanë marrë iniciativa të tilla për të dalë në krah. Po kjo është një temë që po besoj që na dolëm një pak jashtë na temës sot, është një temë që don diskutim tjetër, por çka po duam të përmbledh është që faktet ekzistojnë, e vërteta dhe historia nuk mund të shtremnohet, sepse gjithë ai gjak djerës dhe mund i derdhun nuk shkon asnjëherë poshtë, sepse Kosova dhe Shqiptaria anë mban kanë pas çdo herë djemë dhe vajza të guximshme, të cilët kanë dalë dhe kanë thënë të vërtetën në sy. Unë vazhdoj të edhe këtë gjë do të vazhdoj të jem ky aktivisti i cili do të jetë sy pa trembur në raport me të pavërtetën mbi popullin tim. Po, dhe realisht është një temë goxha e gjerë dhe ka shumë për çka për të diskutuar, por dua të flasim edhe për shkak të kohës me një temë tjetër, të ndalemi pak tek çështja e presidentit dhe puna e zgjedhjeve. Sigurisht që kemi një afat kushtetues që po rrjedh, pra vazhdimisht ditët po afrohen dhe 28 prilli është data përfundimtare, pra kur pritet të ketë një emër, një propozim, seanca të zgjedhët pra presidenti apo presidentja e vendit. Deri më tash nuk kemi parë ndryshime krahas asaj që kanë qenë paraprakisht. Frashër, si e sheh këtë proces deri tash dhe pra jemi në prag të ditëve që po përfundojmë, pra në prag të zgjedhjeve mund të them, përderisa ende nuk kemi ndonjë ndryshim të qëndrimeve të partive politike. Unë që kushtetuta më ata që kanë këqyrë kushtetutën kanë bu gabime totale, sepse në qënë 2 landë në kushtetutë. Njëra ka qenë për çdo 30 gjatë diqin që ka qenë në diskutimi, edhe tjetër ka qenë mandat në sot, sepse unë qafsëmojnë mand, Arbërina Ragji e të tëroj kushtetuta mandat deputet në sot, me kryt e tyre. Pra, ka nevoj me këtu pro, kundra, po me qenë në sot. Edhe njërin e ka jap vendim, për tjetën s'ka jap vendim, që është interesante, se duhet me prit edhe këtë aktin tjetër, dhe që se i detyron mandatin në sot, atje problemi është së zgjidhur. Pa marrë parasysh problemi është së zgjidhur. Pra këta me kas buen këtë lëshime, këto lëshime, edhe unë për më duke që kushtetuta ju nuk është qasej për që duhet me ploku shtetin. Unë sinqerisht mendoj që ne kemi pasur dhe kemi një lloj kushtetutë e cila duhet me qenë në kratë që me hetë shtetet përpara, jo më konë blokata, se me përshkojmë këtë mënyrë, që shpërbojnë këta herën që ne konë pas gjithë. Pyetëm që ullet vendosën, marrim si shembull hipoteza, që të gajt, hipotezë. Prapë se prapë kemi pas lëvizje të ndorën, se ndorë me bo blokimin prapë se prapë. Si kanë shmitën. Pra këtë mënyrë na kemi pas çdo 3 muaj zgjedhje. Është e pa pam. Me 51% me thonë nuk e ki mbështetje qytetare,
Kjo është e papam, opozita si që është total. Të më ardhë mu me thonë... Po thonë që foji për këtë situatë Frosher i takon opozitës. Po, se më ardhë mu, emra nuk japë. Thot, unë e ditit në fundit, ku gjithë ku ti jepë ta japë emrin. Kalëzama një shtetë demokratik, na që jetojmë në Evropë, kalëzama një shtetë Evropës, ku ndodhë që opozita, s'pë thot, unë s'pë t'japë emra, dhe që ditë ku vi me zjedhë, që të minutin në fundit, për edhe kush është emri. Si që është kjo është më talë, bre, kjo është më talë më qytetarë. Kalëzëm ku diku në Evropë, unë e pranoj, unë kërkoj falje. Të rëgëllë ku një vend Bashkimit Evropian ndodhë kyra. Vetëm të në Kosovë. Kjo është opozita ka më kaloj për më talë. E ka një dhe shpresë, bindje, edhe kësumi tash që përbuhet, që me mujtë me u levisen pak, e me mujtë me marë për shtetë, janë të papam. Për mendimin tim. Po, Visar, si është ti këtë çështjen e presidentes dhe këtë afatin kushtetues? Pra, nëse flasim për të gjitha këto zhvillimet e fundit që ka pasur deri tash, kush duhet të shihet si blokad në këtë rast? Visar. Shiko, gjykata kushtetuese doli me një verdikt ndoshta më të mirin të mundshëm, sepse nuk mojti krah në asnjë respal, pra as opozitës dhe as pozitës, por që këtë afati prej 60 ditësh i cili ende nuk është konsumu, e la si hapësirë konsumimi. Por që në vend që të tentohet zgjidhja nga të dyja palët, në këtë rast edhe pushteti, po edhe opozita, ne i shohim që po tentohet të luhet një lojë politike, kush është më i keq se tjetri dhe kush është fajtori. Tu t'ja përsëris Frosherit një gjë se roli deputetit nuk është detyrues. Deputeti nuk ka rol detyrues dhe kjo është pika më e mirë që gjykata kushtetuese e ka komentuar në vendimin e saj. Qysh po mendon Visar, po mendon rol detyrues që nuk ka rol detyrues për ta votuar presidentet? As për të qëndruar në saj. A e ka të Albelinën, që pëse mërë për Albelinën, i japin një lej, ki detyrë obligim me najt në sot, i tha. A i tha, keni detyrë votimin me pro, konder ose abstenim. Me najt në sot, mes ma heka ta, me najt në sot. Nëse ki marrëveshje politike, atëherë është ma betim. Me najt në sot, ka pëllicu, me najt në sot. Ka për obligim të ty, sepse ti i votuar, me qenë aty me votu. Pra, kontra që është dush një bënje, po me qenë në thot. E gjykatës kushtetuese sa i përket zgjedhjes së kryeparlamentarit. Kjo çështje e presidentit pastaj po të i kalon komplet situatën dhe unë e kam thënë në një studio tjetër televizive, sa më shumë që dërgojmë lanë në gjykatën kushtetuese nganjëherë është shumë e mirë, sepse vetëm në këtë formë ndoshta mund të jemi më të afërt me kushtetutën, sepse definitivisht në këtë periudhën e fundit 2-3 javore patëm lloj-lloj eksperti dhe lloj-lloj interpretimi. Pra, ekonomistat na u bënin ekspert dhe komentues të juridikut dhe gjykatë dhe kushtetutës dhe paramendojni si çfarë mund të ndodhë pastaj me vendin. Në këtë situatë, unë nuk shoh momentalisht bllokuese as opozitën dhe as pozitën, shoh dy qëndrime paralelisht të njëjta, të dy taborët jenë të interesuar të shkojnë. Apo më ka bëni pyetje, po është bese, atë që unë kam gabim. Po thonë që dy palë, pilot në këtë luajnë që dy palë, për pajtona. Për pajtona. Kallëzëm ku në Bashkimin Evropian vëllazë, del opozita, e cilat njëri ka 15 karike, tjetër 20 sot. Thot, unë për të propozoj ty, njëri së propozon fare, çdo më lyteq. Tjetër thot, unë për të ndihmoj ty, për të propozoj një emër, për ta tregoj ty emrin, deri në minutën e fundit ku të votohet, në atë minutë po ta kallëzoj emrin. Kallëzëm ku në Bashkimin Evropian, do më bëhet që dy patë, nuk është dy patë. Kallëzëm edhe herë, ku në Bashkimin Evropian kin dëgju ndonjëherë që opozita bën këtë lojë. Vetëm në rast. Atëherë në Frosher të ftoj. Se i përgjigjesh në burr, dërgoj më një rast në Bashkimin Evropian.
Që po ta jap një përgjigje, unë të ftoj me ndjek pak më shumë intervistat edhe deklaratat e mia publike, sepse po edhe unë jam kundër kësajna që po e thu ti, nuk mund t'i ofrosh tjetrit zgjidhjen duke mos i ofruar zgjidhje e para, sepse kjo është po të ofroj zgjidhje për mos më të ofruar zgjidhje, po edhe ti si parti e parë nuk mund të aftosh tjetrin në zgjidhje pa i ofruar zgjidhje. Lëvizja vetëvendosje. Stop. Ai ka thënë nuk është vërtet. Ai thotë kështu. E ja diskutojmë. Shqip më një emër, që vëllai është shumë thjesht, edhe në pozitën ndërkombëtare. Ama ti një emër. Kur ta marrësh këtë emrin, unë duhet më shku të partia jeme. Me thonë, qka pi duke që kjo emër, pastaj duhet grupi punuesi që asaj partie me thonë pro apo kundër, me jap një mendim. Nuk mund unë me shku të partia jeme, me thonë, që unë po ulem me këtë opozitën, ata kur gjës me mjapin, edhe hajde ta votojmë. Si që është kjo nuk është, që kjo që kërkon ti, është humoristike, zarma. Kjo është më bukur gjë hiç. Se s'mund pune në çështjen e qërë. Në çdo parti, edhe në partinë parlamentit italian që është i korruptuar komplet, nuk mund me ti me thonë, s'ka ti voto më diçka temin, ose për t'jap emër, këto është diskutë partia vetë diskutu për diçka që s'ka kush në dorë. Partitë politike në asnjëna leje këtë pjesën e Glauko Njufcës, se Glauko Njufca është bën një pateric e Albin Kurtit dhe është u tentuar në çdo aspekt. Marrë bënë konkret, qysh mundet, një po folim konkretisht burr, ne provat, le monologun, po folim në rastin konkret. Qysh mundet, lëvizja vetëvendosje, më ul të kryesia vetë me thonë, ata pranojmë idenë e PDK-s. As nuk ka jap. As nuk më tregu, sikur se po dëgjoj për me më kuptu. Edhe unë po të them që ajo lëvizje konkretisht në burr, lëvizjen të cilën PDK-ja tentoi ta vendos ishte e gabume, se nuk mund t'i kërkosh tjetrit vot për diçka kur ti nuk e ofron një emër. Ajo unë jam plotësisht dakord me këtë pjesë. Po edhe mendoj që lëvizja vetëvendosje si parti e parë, përveç atyre ftesave në takime, nuk është që ka pas lëvizje të tjera proaktive për zgjedhjen e presidentit. Jo ka vim ki. Okej, thotë, konkret për folim, thotë, propozoj diçka në duke thotë s'propozoj. A qizim të se du të avjosën, a bojmë të nuk e du. Ani propozoj emër, si kam votat, ani që për të japim në votat për në shkrimet. Ja, po s'mujim se s'kemi në ta më një të shumë votat për me votu. Hypë të brava, shtëpë të brava. As emër, as nuk du, as nuk propozoj. Qka për do me të bo, konkretisht, qka kërkon ti nga lëvizja vetëvendosje? A do në shkrime, a mi jep emrat, qka do në dushme pas të lejkun, dushme me tjabë një shka. Nëse më pyet mu personalisht, lëvizja vetëvendosje si parti e parë duhet të dalë me një zgjedhje konkrete, sepse Ç'a më bëma tepër? Konkretisht du, jo të monolog, mësë moj monolog. Çka konkretisht? Shumë e thjesht, duhet të dalë me një zgjedhje. Ose të propozoj... Duhet më anë për madimri. Ore, konkretisht çfarë zgjedhje për tanë? Konkretisht ama ti mund. Po nuk mundesh me propozu emna veç me mbulu morën vetë se mundesh Glauko Njufca. Çka konkretisht edhe hapet apo i pyet në televizion. Çka konkretisht duhet me bëni këtë vendosje? Lëvizja vetëvendosje duhet ta ofrojë zgjedhjen në tavolinë. Ose Çka bëhet më tepër? A bëhet një shkrimet për të jap? A bën një emër s'pata jap? A më një çmë votu s'pedu? Ata bën këto s'pedu? A të bën këto s'pedu? A të ta zgjidhin president ashoj s'pedu? Jo këto s'pedu, këto s'pedu. Ka konkretisht. A ti çmë dihet ti më burr? Partia e parë, e cila i ka 66 deri në 67 deputet, së bashku me koalicionet me partit jo shumicë shqiptare, pra as shumicë serbe. I ka mon monolog. Pyetja ime, i ka mon monolog zema. Pyetja ime, zgjidhja konkrete, mos moj monolog. E ki pyetjen me konkrete, çka nuk falit. Nuk ka pranë garancien të votave, as për Vjosen, as për Hasanin, as për Hysenin. Ja, stop, kjo është gënjeshtër. Edhe kjo u këtë të tjerë. Kjo gënjeshtër. Kjo është gënjeshtër. Roshar, a dëgjojmë njerë, Visonin të lutëm se nuk po dëgjot kërë po foli dytë për njerë. S'po kuptoni heq në transmitim. I kanë thonë që na ta japim garancion.
politiki opozitë me vete. E dëgjojmë një herë Visorin edhe pastaj taja fjalën e vazhdon. Ka thonë që nuk ka vot për Vjosen. Grupi Donikës ka thonë që nuk ka vot. Alternativa nuk ka vot. Po, shumë e vërtet, po sigurtikisht të këto vota nuk do ta çonte vendin në këtë stat ku është sot. Vetëm nëse ka për qëllim atëherë marrjen e komplet pushtetit edhe kthimit nga një shoqëri demokratike. Të ti ka bën monolog. Sa vota e ka po folim konkretisht. Unë lipi konkretisht një monolog. Sa vota e ka lëvizja vetë vendosi konkretisht. Vendosi ka garantuar që i ka 66 deri në 67 vota. Kjo është deklaratë publike e mundet tash Nalo. A mundet mi vëtu me gjatë që është punë në zgjedhjen e tretë. Në qoftë se opozita thotë s'du më konë sot, a mund më si presidenti jo? Pra, çka mundet me bu ma tjepër, se që mi garantu unë votët e mija tjera, s'ka për të me bu ma tjepër. Lëvizjave të vendosit do të me konë garant i votës, ata nuk janë garant i votës tëne, por derisa ata nuk janë garant i votës të tëne, patjetër që edhe nuk kanë me posë. Opozita ka thonë, o vlaj, pse se pranon opozit e ki deklaratët opozitës. Më po më propozu vjesa, na nuk o votojmë, na nuk rrim sallë. Ku ka që të fuaj Albini konkretisht për burë? A i ka bërë e gërë me mua? A i ka bërë e gërë me Shqipusta? Ka zëma një deklaratë opozitës, jo. Ka zëma një deklaratë opozitës, po të ku e pranojmë vjosën. Proshër, lutem, po Visar? Nëse ti ma bane pyetjen konkrete për lëvizjen vetë vendosën të përgjigja. Po nëse më pyet për opozitën, unë besoj që opozita patjetër që duhet të bashkëpunojë me Albin Kurtin dhe lëvizjen vetë vendosën dhe të gjithë bashkë ta zgjidhin këtë situatë. Nuk është fort e rëndësishme në çdo situatë e amni çka është me rëndësi me zgjedh këtë çështje, edhe me ndryshu amandamentin për zgjedhjen e presidentit, sepse kjo pjesa e lëvizjeve të vendosur, mbi saktësisht që 5 vjet e ka pas në sirtar këtë amandament dhe kanë mujtë së bashku me Vjosën me zgjedh këtë çështje dhe mos me na lanë këtë problematikë. Patjetër që kanë mujtë, me pak vullnet dhe dëshirë këtë çështje. A të qësë mujë? Ta garantoj une... Por e që i ka më në folim konkretisht, a të kanë të trepës nuk mujnë, si dush mi pas edhe Serb mranda. Ata men 2/3 Serb ka me votu, sepse me votu Serb, ka me dojë gjithmonë një president për shqiptarve, s'ka me pas minoritet Serb. Pra Serb një ka votu si kjo është nuk ekzist, asot nuk ka shumë. Ta marrë të fond. Kjo është biznisi këtëve, ku mujë me bo, dhe më thonë mujë me bo manipulime që për men mune i kam votat. Pra Serb nuk kanë me ta votu që ta. Që s'ka më boqka? Që më botash? Do më thonë vitin e kalum, zgjedhjen e nënkryetarëve, mos ishte pak, po ja, nuk e zgjodh një nënkryetar serb i cili është dashur të zgjedhë sipas kushtetutës. Pra u zgjodh Nenad Rashiqi, kur edhe kushtetuta ose gjykata kushtetute e hodhi poshtë zgjedhjen e tina. As në çdo situatë president nuk ka shansa mos zgjedh i nacionit serb, sepse nuk ka mundësi që të ketë përkrajën e shumicës shqiptare. Pra edhe për gjitha sepse me ta votu, pështu që unë e këti që ka foli, ti për më në lëk, unë e për thëmë që Serb, që të ligjin e ri, që më votu nga qytetarët, nuk kanë mi bo, sepse i konvenon Serbëve, listë Serbër, pra, jo kretë Serbë, ka disa që janë shumë Serb nërshëm, që të Serb të Kosovës. Po i qëta lista Serbë që janë kriminella, nuk kanë me të votu, sepse qëta ka qenë gjithmonë kyç, qilësi kyç i ndë lidhjeve për me hinë në qeveri, ka qenë qilësi tëre. Nuk ta shqunë ata që qislin kyç ty, me thonë, hajde ta që ta zgjedhën ka popullë dhe për ta votaj. Si që ishë për mënë të ja, ma vetë pa e këvarë mu. Me si fëndër qytetarë në të rrena. Përse që kemi shumë brapa me pjesën e aspektit politik, sepse që 5 vjet kanë ndryshu kjo formë, kinë pushtet që partitë të për kra, edhe që partitë të për kra që të formë një lista nga Serbt që me votu ligjet. Sa të katër, pa me burë pëse vërren? Po dëgjoj deri në fund, se nëse nuk më dëgjon, nuk mundesh me kuptu kur që apo du me thonë. E kim pushtet partinë që te përkra që 5 vite listës sërbe nuk i ka dhonë hapësirë për qenë pjesë e pushtetit. Me votu! Po Frosher, e dëgjojmë deri në fund. Me votu, me da gjindorën. Frosher, të lutem, e dëgjojmë deri në fund dhe pastaj sepse që përsëris që nuk po dëgjoni kur po foli dytë për njerë. Visar, të lutem. Patjetër, lëvizjeve të vendose që 5
tashmë 6 vite në pushtet nuk i ka dhënë hapësirë ekzekutive listës sërbe. Dhe kjo është një faktor kyç që dëshmon të kundërtën e asaj që apo thot Frashëri, sepse duke mos i jap hapësirë listës sërbe, patjetër që lista sërbe dikur ka mu pajtu me faktin që aspekti ekzekutiv nuk është më ai cili ka qenë kalumen, lëvizja vetëvendosje fatmirësisht ka një mbështetje popullore që ja jep të drejtë. Ne monolog, çe ka thënë ton, leta, si të thotë, që nuk është vërtet. Kjo është që më më është monolog, jo. Me drum kushtetut. O Frashër, atë dëgjojmë deri në fund, lutëm, pak durim. Pak durim. Për me ndru kushtetut, për me ndru kushtetut, për me ndru kushtetut, për me ndru kushtetut në Republikës Kosovës, duhet qata që në mranda me qenë e sallë, edhe me qenë të në parti, asë me qenë qeverinë, për me vendru kushtetut, lutëm vetëm ta dëgjojmë deri në fund, sepse nuk po dëgjohet kur po ndërhyjnë. Disa të lutëm përfundoj, sepse kam një pyetje edhe për fund, se kemi kaluar në dispozicion. Patjetër. Shko, unë e thash, lista sërbe ma nuk e ka fuqinë politike të cilën e ka pasur në të kaluar. Nuk kemi qeveri të cilat e presin deri në 12 natës për me arë me votu pi Beogradi edhe me zgjedhë ngërçim politik. Në këtë kontekst, unë besoj fuqishëm që çdo ndryshim projekt ligji që merret sa i përket ndryshimit të zgjedhjes presidentit, do të përkrahi edhe nga vetë lista sërbe, sepse në këtë formë ata mund të kishin edhe paraqitjen e individëve të tyre për zgjedhjen e presidentit. Mos harrojmë që ata kanë një bazë voti. Amarove, flutë vetëm se bëjmë në lëgdot. Flutë të përgjigje. Ma të pojnë edhe herë, dush më kosh shumë konkret më burr, që nuk je konkret. Shikon, unë nuk po thot, pas abstrakt nuk jam. Jo, shikon, lista sërbe nuk ka qenë. Por më ndru diska ligje kushtetuese, duhet 2/3 me qenë sallë pro apo kontra. Që ata serbë që të listës serbe, që nuk ta ka njohur Republikën e Kosovës, nuk kanë me të votu, sepse është qilë që kyç i të vë me po pazare. Qilë të kyç. Nuk ta jep të qilë të kyç. Nuk ta jep të marrë. Nuk ta jep që qilësin kyç ty, sepse që shkja kushtetu të bo si pas paketës atësore. Pra ditën e mirë, unë në qytet, unë e më pro, mu zgjedh nga populli, në qytet kemi po përgjigjen, nuk ta jep që ta, mes më falë pralla, për vot, drejmë kushtetutës, nuk ta bëjë që ta zërë. Leme pralla, mes bëne hegore me t'i fëndë të qytetarë, që shvitë më qëllë qytetarë si më shme ta. Atëherë bjen që lista sërbe ka faktor kyç në qeverisin Kurti. Jo, nuk ta jep asnjë vot, nuk t'jep vot, sepse duhet 2/3 me pas me ndru kushtetutën. Ti din? Po. Duhet 2/3 më kon. Nëse po na dëgjon, po, është rikthyer. Fare në fund dua edhe një pyetje për përgjigje shumë të shkurta, Visar dhe Frashër. Në rast çka na pret pra tash me këtu afatin kushtetues, zgjedhje apo president? Visar. Zgjedhje, definitivisht zgjedhje. Zgjedhje. Frashër? A di qysh, unë jam pro që Flaka Soraj, që tul Flaka Soraj nuk jam pro zgjedhje, si qytetarët e lot. Por që se do këtë një po unë shëf që opozita nuk e ka ndërmend. As mendim Po thua, Frashër, po thu që zgjedhje, Frashër, një përgjigje të shkurtër se kemi kaluar në dispozicion. Nuk e kanë dhe mesazh kostoja, sepse kanë për ego. Edhe në këtë mënyrë, çdo 3 muaj kemi pas zgjedhje. Unë nuk jam pro. Se këtë mënyrë duhet çdo 3 muaj me pas zgjedhje. Po, në bazë të rrethonave, a na presin zgjedhje apo president? Unë shpresoj që president. Shpreson që president, në rregull. Faleminderit shumë, Frashër Visari, ju falenderoj shumë për kohën dhe për këto diskutime e që dëgjohemi sërish me zhvillimet të tjera. Faleminderit shumë të dyve. Faleminderit. Dhe të dashur miq, me kaq vetë do përfundojmë edhe emisionin së ditës së re. Unë si gjithmonë ju ne takem nga ana të